falënderimet qofshin për Allahun. Salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbartat të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku lutim madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, vazhdojmë me sfidën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në bashkëjetesën me hebrejt. Dhe quajta sfida e profetit ose sfidat e profetit alayhi salam në të bashkëjetuarit me këta njerëz, pasi përgjatë gjithë historisë të tyre që është vërteta janë njohur si armiq të vetes së tyre. Armiq të vetes së tyre. Dhe çfarë ne kuptojmë me emrin armiq të vetes së tyre, dhe a është kjo vetëm pjesë e faktit që kanë një emërtim që quhen hebrej, apo çifut, apo çfarë janë emërtuar përgjatë historisë së tyre, apo çfarë ndodh vallë. Nuk ka lidhje të nderuarit e mi me racën, por ka lidhje me virtytet, jo me racën, por me virtytet. Të gjithë ne jemi prej Ademit dhe Ademi vjen prej tokës, është i krijuar prej dheut. Dhe të gjithë janë bijtë e Ademit, me patjetër. Ndërsa ajo që ka lidhje është se çfarë njeriu vërteton gjatë jetës së tij. Ndaj dhe hebrejt gjatë jetës së tyre, dhe kjo e vërteton edhe sot, vazhdojnë të vërtetojnë një diçka të tillë, janë njerëzit që shesin gjithçka për interesin e tyre. Për interesin e tyre mund shesin gjithçka. Përmendën herën e kaluar që pati prej tyre, dhe këto ishin rastet e të sinqertëve, si Abdullah ibn Salami radhiyallahu anhu, që ka qenë shembull. Ka dhe të tjerë, ne do të përmendim inshallah në jetën e të shjuarve, do të përmendim dhe shumë prej atyre të cilët i kanë përkit besimit hebre, si edhe një ndër bashkëshortët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Sofia bint Huyay. Por ajo çfarë vërteton njeriu në jetën e vet është vepra, jo përkatësia se nga vjen. Jo se nga vjen, por vepra të cilën ai e vepron. Ajo çfarë i bëri hebrejt përgjatë gjithë historisë së njerëzimit, si njerëz më të spikatur në armiqësi, ishte ajo çfarë vërtetuan, jo çfarë u tha për ta, por ajo që vërtetuan. Dhe unë kam zgjedhur për natën e sotme 2 raste, të cilat kanë ndodhur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga këto sfidat, për të treguar se çfarë janë kjo kategori njerëzish dhe kushdo që i përket. Nuk na intereson emërtimi dhe se si sillet profeti alayhi salam me ta. Kjo është më e rëndësishme e të gjithave. Se si duhet veprojnë. Kemi rastin kur Allahu xhallal xhelalu shpalli ajetin e tij kuranor, ku flet pikërisht që Allahu subhanahu wa taala men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush prej jush është ai, kush prej jush i jep Allahut borxh të mirë, dhe Zoti ja shton dhe ja shumëfishon atij. Çfarë ndodhi me hebrejt? Hebrejt ishin njerëzit, flas të diturit e tyre, nuk flas për masën, flas për diturit, sepse aty vërtetohet, ishin njerëzit më të poshtër, sepse në arenat e tyre, kur i kishin zonat e tyre të sigurta që i quanin ndryshe, nuk linin llav pa thonë për Allahun vet. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, siç përcjell historia, dëgjon se në qenkash një dietar hebre, i cili në ato sinagogat e tyre flet ka pikërisht për këtë ajetin kuranor. Dhe shkon Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ndërkohë që rreth tij pra ndodhenin besimtarët dhe besimit hebre. Finhas ibn Azura emri i këtij. Keq dia që trisht ja përmend emrin, po ja ka përmend historia, duhet më ja përmend. Çfarë thonte Finhasi? Shkon Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe i thotë o Finhas, a nuk të vjen keq dhe nuk të vjen turp në të njëjtën kohë, që e gjen të shkruar në Teurat dhe në Injil, pra sepse ti je njëri i ditur. I dituri është ndryshe nga njeriu i thjeshtë. A nuk vjen keq dhe nuk vjen turp në të njëjtën kohë, që ti o Finhas e gjen të shkruar në libër që Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe i dërguari i fundit, i cili duhet pasohet, dhe ti nuk e beson? Pra nuk do të ishte më parësore për ty që ti ta besoje atë pejgamberin alayhi salatu wasalam,
Shif se ç'nis Finhasi guxon për të flasë me kë. Me numrin 2 në umetin islam, me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, ai për cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, sikur besimi e Abu Bekrit të vihej në anën e peshorës dhe besimi i botës mbar veç profetëve të vendosen në anën tjetër, do të peshonte më shumë besimi i Abu Bekrit. Njeriu më i mirë pas pejgamberëve. Njeriu më i mirë pas pejgamberëve. Guxon ky maskara dhe flet me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, debaton. Dhe ne kemi përmendur në jetën e Abu Bekrit që ai është karakterizuar domethënë nga urtësia, butësia, mençuria. Gjitha këto sifate i ka pas Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe guxon ky maskara dhe flet me Abu Bekrin radhiyallahu anhu me një gjuhë të cilën nuk mund ta pranonte askush. Thot, Zoti juaj është i dobët, sepse i dobti thot të fton, ndërsa i fortit urdhëron. Në të kundërt thot, çfarë është nevoja që profeti juaj t'i ftoj njerëzit në këtë islamin e pretenduar? Çfarë është nevoja që për 5 herë në ditë ti shqetësoj të tjerët? A nuk është ai pra Zoti juaj i cili ka mësuar që sipas pretendimeve që e janë namaz, e janë shpëtim? I dobti thot është ai i cili të fton. Zoti juaj thot Abu Bekr. Çfarë ndodh thot me Zotin tuaj? Pra shikon se si flet maskaraj. Ne e ndalon thot kamatën, pra kamatën na e bën ndalume, ndërsa për veten thot wa yurbi sadaqat, dhe ai është i cili i shumë fishon ato sadaqat. Do të thënë, ju kërkon thot borxh juve që t'ua jap shumë fish. Çfarë është kjo thot? Nuk është kjo kamat? Zoti juaj Abu Bekr thot, po ti ishte ashtu siç e paraqet dhe e prezanton profeti juaj, që është ndaj çdo gjëje i mundshëm, nuk është nevojtar. A nuk do të ishte më parësore që t'u jepte njerëzve dhe jo t'u kërkonte? Sepse thot në jetën që është shpallur, pra çfarë thuhet? Zoti ju kërkon juve borxh. Ruina Zot. Nuk ju duru thot Abu Bekrit. Me i ra dhe i shuplak dhe Abu Bekri. Dhe i thot, vallahi, sikur mos ishe besa që ju ka dhënë pejgamberi alayhis salam, pra që ne do të jetojmë në këtë kupolën e shtetit, do të kisha vepruar ndryshe. Shko ky person tek pejgamberi Finhasi. Shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot, shif se çka bëj, pra aq fort i kishte kishte lënë shenjë. Shif se çka bëu, thot, ky shoku jot i ngushtë, i çon haber pejgamberi alayhis salam Abu Bekrit. Dhe i thotë Abu Bekr, domethënë, e ke godit? Po thotë i dërguari i Zotit, e kam godit. Pra vetëm ti kur dëgjon emrin e Abu Bekrit që ka arrit migrat që me të gjujt, imagjino domethënë ç'është provokimi ka bëu ky Abu Bekrit. Se ku ndodhte me Abu Bekr një diçka e tillë. Jo me Abu Bekrin, po me këto prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Për shembull është përcjell për zotnin e nderuar Omerin radhiyallahu anhu, që na është përcjell në histori domethënë si më vendimarrës ose më pak më i ftohtë marrëdhënie me njerëzit, që Omeri ka pa një hebre, një plak duke lyp në treg. Dhe kanë lu ka thonë, si të lypësh ndërkohë që në pushtet jam unë. Si mundesh me lyp? I thotë ai, thotë, po çfarë bëj? Më fal, jo si të lypësh ndërkohë që në pushtet jam unë. Çfarë të nxit ty për të lyp? Ai nuk e njihte Omerin. Po çfarë të bëj? Do duhet me mbledh taksën e xhizjes me paguajt Omerin, se Omeri nuk i njeh këto fjalët që thotë, këto justifikimet. Po pse thotë? Po siç e shef thotë, unë jam i pafuqishëm, domethënë tani jam i vjetër, nuk kam më të ardhurë, nuk prodhoj më, ndaj dhe Omeri nuk e ka abroguar ose nuk e ka zhvlerësuar urdhrin, domethënë për mbledhjen e xhizjes. Do të mblodhi Omeri komisionin dhe tha, të gjithë ata të cilët janë të paaftë për të punuar, t'u falet xhizja dhe t'u lidhet një pension.
Tu lidhet një pension ose për kraje sociale. A kemi marrë rinin e tyre, domethënë kur kanë qenë shëndetshëm, i kemi vjedh domethënë, dhe tani që janë pleq, të vazhdojmë në të njëjtën formë, pra Islami ka rahmet o vëllezërit e mi. Nga kjo karakterizohet. Pra nuk ka muslimani domethënë është i pushtetshëm dhe shiko se ky është kundërshtari, nuk ka kundërshtar pa kundërshtar. Të e ka me Allahun, e din vetë se çfarë ka me Zotin e vet. Marrëdhënia jonë cila duhet të jetë. Thot po i dërguari i Allahut, thot po, a e di thot se pse e bëra diçka të tillë, pra i thot Abu Bekri. Thot pse e bëra Abu Bekri? Dhe nis dhe ja rëndit Abu Bekri, domethënë të gjitha fjalët që ky kishte thënë. Shikoni tash, pra pse janë kjo kategori që janë njerëzit më të poshtë? Jo fakti se janë prej hebrejve. Vallahi me qenë edhe prej muslimanëve, me pas këtë sjellje është kategoria më e poshtë. Kategoria që nuk ka besë, nuk ka fjalë, ka hipokrizi, ka servilizëm. Leti përkasi kujt besimit doj. Është kategoria më e poshtër me cilët ti mund të merresh. Por ke këta është i çik më e theksuar. Gjoja e parë e mohoi, e përgënjeshtroi totalisht. Dhe Abu Bekri domethënë u gjen në siklet. E mohoi. Dhe profeti alayhis salam nuk ndërmori asnjë mas ndaj këtij njeriu. Ajo që duhet të kuptojmë këtu. Në jetë rrethohemi nga njerëz të cilët na provokojnë në fenë tonë. Mund të shajë dhe fenë, mund të shajë dhe Zotin, e shumë gjëra të tjera. Ty nuk të ka vendos kush, domethënë xhelat, se duhet sillesh domethënë në një formë të tillë me treguti domethënë se sa i kujdesshëm je ndaj fesë. Ti duhet tregohesh i urtë. Nuk është qëllimi jon, domethënë ku ta gjejmë një person në faj. Nuk është ky synimi jon në jetë, dhe nuk duhet të jetë asesi. Ku ta gjejmë? O burr, e gjet o shiqur. Shkë e kanë pyet një prej dietarëve të Islamit, i kanë thënë me çfarë ke triumfuar në përballjet që ke patur me kundërshtarët e tu, në diskutime, në debate, ndër të tjera çfarë ka thënë? Ka thënë sepse kurrë nuk jam gëzuar kur kundërshtari pala tjetër ka gabuar. Pra ne nuk është se ja dëshirojmë dikujt që ky gaboj ose ky domethënë nuk është në monoteizëm, ne themi elhamdulillah që Allahu na ka çel sytë e zemrës, domethënë na ka dhënë dritë herë për të besuar. Po jo se të gëzohemi për tjerët. Kujdo ja urojmë dhe i lutemi Zotit Azza wa Jall domethënë që ti udhëzojnë këtë rrugë. I lutemi Allahut që ti udhëzojnë këtë rrugë. Pra vin hasi çfarë bëre, mohoi, do të thotë si duhet sillen me njerëz të cilët mohoi ose përgënjeshtrojnë, ta marrësh me sportivitet. Ta dish se sa të vish në një pozitë që ti do të fuqizohesh, ku do qofsh, do të rrethohesh ka këto njerëz. Njerëz që kanë hipokrizi, njerëz që kanë servilizëm, njerëz që përgënjeshtrojnë fjalët e tyre dhe nuk mbajnë qëndrimet. Dhe kjo thash është kategoria më e ulët, më e poshtër. Me këto rrezikohej profeti alayhis salam. Pra, kur gjendeshin në skutat e tyre dhe kemi edhe në mesin e muslimanëve të tilla, dhe kjo nëse është treguesi diçka, është treguesi mospasje sinqeritet me Allahun, jo me krijesën e Zotit, por me Allahun. Nuk kemi në fe bodrumesh. Hajde të mbyllim tani një bodrum se do mësojmë fenë ose do praktikojmë fenë. Ç'është ajo feja kështu? Feja, domethënë, praktikohet lirshëm, publikisht, me kënaqësi, me krenari. Pse? Se e ke për Allahun ti nuk e ke për mua. Nuk jam unë ai i cili do të shpërblej ty, dhe nuk je ti ai i cili do më shpërblesh mua. E përse duhet me ta bëj qefin ty për shkakun diçka ose duhet të hiqem para teje? Normalisht autoriteti dikujt ty mund të frenoj. Pra ulesh për shkakun, unë e them sa herë, domethënë, ato që njihet ndryshe si respekti ndaj njerëzve të dijes. Në me të vërtet kemi pranuar që duhet me net me të gjithë kategoritë e njerëzve, nuk i demaskojmë domethënë asnjërin prej tyre, qëndrojmë me të gjithë njëjtë. Po tash kur themi hoxh, domethënë rriçik me atë autoritetin e tij hoxhës, është gjinof. Dhe e them sa herë, ka raste që rrim me shumë njerëz në tavolinë, mirë po asnjë gjë nuk e marrin nga fjalët e tua. Pse?
Po nuk le tymi duhanit me depërtu. Ky është të folë gjotë tjetër, s'le tymi duhanit me shku. Nuk të len përgojimi për tjetrin me depërtu. S'ka të boja me duanqit, vallaj, s'ka të boj fare. Unë e them dhe më thënë në kuadrët e saj që edukohemi me këta njerëz, duhet edukohemi me këta njerëz që Zotit na japi bereqet. Se nuk mund të rrim me gjithë një lloj. Pra kur rrin me të, rrin një çik me edukat ndryshe, me shpresën që Allahu xhallahu xhelal domethënë të na edukojë, po ama nuk rrim as me servilizëm, as me hipokrizi. Pse se nuk është ky ai i cili as shpërblen, as nuk të dënon, nuk ndeshkon, nuk ta ka në dorë domethënë diçka të tillë. Kjo ishte pjesa e parë, se si veproi profeti alayhi salatu vesselam dhe se si duhet sillemi ne me këta njerëz. Dhe të jeni të bindur domethënë se përballemi me këta njerëz, gjithë ne përballemi. Në një situatë apo në një tjetër. Unë një herë të fundit domethënë isha nga herët e fundit që isha tani në Itali i ftuar, një ndër pyetjet që më erdhi atje vëllezër, domethënë më bëri shumë habitje. Më bëri shumë habi kjo. Më thot dikush, hoxh, si duhet veprojmë, domethënë se aty ku ne punojmë, qëllon që shumë prej atyre njerëz ose një pjesë prej atyre njerëz, nuk po them shumë, kanë një zakon shumë të poshtë që shajnë Zotin. Po e kanë në traditën e vet, që shajnë Zotin. Si duhet veprojmë ne me këta? Tash çfarë pra domethënë se kam bërthon kap hujtë në rrifu me to, po nuk është kjo feja vëllezër. Feja është me ta imponu me respekt. Ndaj i thu zotnin e rum. E para herë unë ta uroj që këtë veprim për veten tënde mos ta veprosh. Por më e pakta në prezencë time kjo nuk duhet ndodhi as pak. Nuk duhet ndodhi. Dhe kur ti 2-3 herë, për shembull, ose 10 herë ja vën duke, mbaroja i film. Dhe doli njëri prej tyre, domethënë alhamdulillah, pra më doli një shembull konkret që vërtetoi atë që unë po thoja. Domethënë pse më bë qefi? Jo më bë qefi ke orientimi im, po më bë qefi se ishte efikase me të vërtetë. Çfarë tha? Tha vallahi tha unë tha aty u kam punu, e kanë kështu tha si traditë, domethënë shamën e Zotit. Mirë po duke ne tha fillon ta të vësej se dhe emrin Gent, Allah përdor për mirë. Se kemi është Gendi këtu. Ç'lidhje ka Gendi, e kupton. Po e rëndësishme ai nis ta ruan autoritetin, po reflekton sepse po i kthehet edukatës që do ta kemi kollaj që t'i themi që shko se kështu duhet sillesh dhe me Zotin. E mori hapin e parë. E dyta është shembulli i dytë, është shembulli ku një prej hebrejve ose një grup prej hebrejve kalojnë pranë pejgamberit alayhis salam dhe e përshëndesin me selam. Dhe në selamin kemi thënë që është i posaçëm për besimtarët musliman. Pra nëse dikush na përshëndet me gjithë respekt, domethënë nuk është se e ka me tallje, ofendim ose nënçmim, të përshëndet ty me selam, nuk është se ti do të kthesh selamin me të, se ç'është ti japësh selam jo besimtarit. Traditën ne kemi ndryshe. Dhe profeti alayhis salam ja kthen këtij personi ose kësaj kategorie njerëzish me wa aleikum. Po çfarë tha ai? Ai nuk tha assalamu aleikum, tha as-saqamu aleikum. Saqam në arabisht i thon vdekjes. Pra vdeksh inshallah. Kjo ishte lutja ose përshëndetja që i than. Ju ta ke parasysh duke i thënë shpejt këto, ndonjëherë nuk e kap. Dhe Aisha radhiyallahu anha e dëgjoi. Dhe ju ka kundërpërgjigje Aisha, i ka thënë Aisha që vdekshi ju inshallah, jo pejgamberi. Profeti alayhis salam i thotë, "Patë Aisha." Nuk e di se muslimani domethënë nuk bën me qenë i nxitueshëm dhe me qenë i egër në fjalë. Tha i dërguami i Zotit, ta nuk e dëgjova, po tha e dëgjova Aisha, ndaj dhe unë i thash wa aleikum dhe mbi ju. Pra i të marrë mu vdekjen, po. Inshallah ne për ty, jo vetëm për mua. Profeti alayhis salam jeton dhe me provokimet e këtyre njerëzve, që do thotë mos bjerë prej provokimeve. Nuk jemi ne këtu për të nda kush je ti, kush jam unë. Kush është besimi im, kush është besimi yt. Gjithse i cili prej nesh besimin e vet do ta vërtetojë me vepër. Jo me muskuj, jo vëllezër, me vepër. Se ti mund të jesh i fortë fizikisht karshi dikujt, po dije se Allahu xhallahu ka kriju shumë të tjerë që janë më të fortë fizikisht nga ty. Dhe mund të jenë të panumërt ata që janë më të fortë nga ty fizikisht. Ndaj
respekto veten të respektohesh. Respekto veten, zgjidh të respektosh veten tënde fillimisht, të respektohesh nga të tjerët. Nëse ti nuk respekton veten tënde, harroje se do të respektojnë të tjerët. Respekti i nderuar im nuk lypet, imponohet. Nuk lypet respekti. Ama të më kishe respektuar që më respektoj çik pagën për moshën, ti duhet ta imponosh më respektin. Si imponohet respekti? Respekti me autoritetin tënd, me veprën tënde. E ke parasysh, domethënë, një klasë mund futen 10 mësues të ndryshëm. Një nga këto mësuesët them se po ta hedhësh domethënë gjilporën në tokë, janë gjonat e zhurmën çik. Këtë gjithë të tjerët bëjnë zhurmë fëmijët. Çpati ky domethënë. A mendon vallë domethënë se ky ishte më i serti? Jo. Jo me do e mos ky ka qenë më i serti. Por ky ka qenë personi i cili e ka imponu respektin më së shumti. Ose ka ditë ta fitojë domethënë atë respektin më së shumti. Ndaj dhe profeti alayhis salam me hebrejt e pa hebrejt është provoku në forma nga më të ndryshmet. Por kur këto i thon profetit as-saqamu alejke, vdekja qoftë mbi ty, kujt po i thon? A thjesht profetit Zotit? Po jo më është i pari venit. Pra imagjino ti tani një rob që ty të ka në dorë. Në dorë më thon, "Ali këtu ti, Ali, çfarë theti?" Po pse që ishte profeti alayhis salam, ishte hala baksi ata që ti marrë, hala herë këtu ti çfarë theti? Se jo. Profeti është, domethënë është kalibri që nuk ka pa dynjaja dy dashu. Është çelësi i xhenetit, pra si do të jetë çelësi i xhenetit ai? Do të jetë çelësi i xhenetit kot? Po dhe ti pra duhet të jesh i çelësi i xhenetit, vëllai. Ne nuk kemi qëllim domethënë që hajde o burra të shkojmë vetëm ne, po pse vetëm do të shkosh në xhenet ti? A ke familje ti, a ke farefis, a ke shoqënie, a ke akraballik? Po këto ku do i çojsh të tjerë? Pa ne inshallah duam të shku të gjithë në xhenet, se ka vend për gjithë aty. Mos mendo si egoist. Mendo si i person që beson mëshirën e Allahut të pakufishme. Ndaj vllai im, në provokime nuk duhet me rënë prej. Tek provokimet duhet me vunë punë mençuri. Mençuria thotë që jo në i herë, po ndoshta edhe shpesh herë, duhet me e bo një vesh të shurdhët. Mëshira tek besimtari o vllai im duhet të mbisundojë ke zemra e tij. Duhet të jemi mëshirshëm me njerëzit, të jemi të mëshirshëm. Kur e shef atë gabimtarin duhet me të ardhë keq. Ka për ty në domethënë se jetojmë në këtë shoqëri, vallai s'm vjen keq hiç më për atë që i kanë ndodhur vilon. Jo më vjen keq, pse mos më vjen keq? Shio sa i ka bë këtë ose ka thonë këtë. E ka llogarit me Allahun. Ç'pun ke ti? Do të dëshiroje ti që të thojë dikush tjetër për ty ashtu? Këta që duan në mbrojt në veprimin në vet, çfarë thonë? Po bona në unë ashtu inshallah më bën si. Mos thuaj ashtu. Mos e thuaj se ka për sprovu Allahu xhelal xhelal. Ndaj butësia është një pjesë e pashmangshme, një virtyt i pashmangshëm tek besimtari. Ndaj dhe profeti alayhis salam thotë dhe me këtë e mbyll, ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Butësia nuk futet dikun vetëm se e zbukuron. Dhe nuk hiqet prej diku vetëm se e shëmton. Ndaj karakteristikë e pa diskutueshme dhe virtyt i pashmangshëm për besimtarin është butësia, është rahmeti, mëshira që karakterizohet me të. Mëshironi ata të cilët janë mbi tokë, t'ju mëshirojë Allahu i cili është mbi 7 palëqije. Janë këto virtyte të cilat e zbukurojnë besimtarin, nuk e lejnë që ai të devijojë. Elusim Allahun xhellal xhelalu Zot na falë na mëshiro, na pajisë Zot në moralet e larta të Hazreti Muhamedit alayhis salam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundësot të vëmë të në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundësot Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Lutemi ty e madhnueshmi Allah mos lejo të dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet para refuzuara, sikurse na mundësot të mbledhemi këtu, na mundësot Zot që të gjithë bashkë me familjet tona dhe të gjithë ato të cilët i duam dhe na duan,
të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.